Aktivisti shqiptaro-amerikan Geri Kokalari ka dërguar një email kompanisë lobuse Continental Strategy, me cilën Sali Berisha ka lidhur kontratën $6 milion. Mesazhi i shkon edhe Altin Dumanit. Ky është një reagim që ka bërë Geri Kokalari kur i ka dërguar një shkresë Carlos Turillo dhe Kate Williams të Continental Strategy në lidhje me kontratën e tyre për ndihmuar Sali Berishën të heqë sanksionet e Departamentit të Shtetit. Dumani ndër të tjera është shtuar në dërgesë. Sipas raportimeve në mediat shqiptare, Continental Strategy ka lidhur kontratë për $6 milion, nga të cilat $750.000 janë paguar tashmë, për të ndihmuar përmbysjen e përcaktimit Sali Berishës dhe familjes së tij për korrupsion nga Departamenti i Shtetit i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu është raportuar se shuma prej $6 milion po mblidhet nga patriotët shqiptar amerikanë që mbështesin Berishën. Nga sa kuptoj, sipas ligjit për zbulimin e lobimit vitit 1995 dhe faras, kur është e zbatueshme, ju jeni të detyruar të zbuloni klientët tuaj, çështjet specifike për cilat jeni angazhuar dhe çdo pagesë të marrë. Për më tepër pritet që të kryeni një verifikim të arsyeshëm për të përcaktuar burimin e vërtetë të atyre fondeve. Familja ime është e përfshirë në çështjet e komunitetit shqiptar amerikan për më shumë se një shekull. Kam themeluar dhe shërbyer në bordet e disa organizatave humanitare dhe qytetare shqiptar amerikan, përfshirë zyrën e partë lobimit shqiptar-amerikan në Washington. Përrjedhoj jam mjaft i njohur me realitetin e mbledhjes së fondeve në këtë komunitet. Një artikull për përvojën time i publikuar në mediat shqiptare është bashkangjitur më poshtë dhe mund të përkthehet online. Bazuar në atë përvojë, më duket shumë e pabesueshme që patriotët shqiptar-amerikan të kenë mbledhur $6 milion, apo vetëm paradhënie prej $750.000 për një kauzë të denjë, e lëre më për dikë të shpallur non grata për korrupsion si Berisha. Prandaj ju rekomandoj që të verifikoni pas një dyshim burimin e fondeve të përdorur nga Berisha dhe përfaqësuesit e tij për të paguar shërbimet tuaja. E them këtë sepse besoj se palët e vetme që kanë si mundësi ashtu edhe motivin për të financuar këtë përpjekje lobimi janë Sali Berisha dhe familja e tij. Nëse kjo është e vërtetë, firma juaj mund të jetë ekspozuar ndaj aktiviteteve që shkelin ligjin për zbulimin e lobimit ose fara, pasi kjo do të kërkonte që ju të zbulonit se Berisha është burimi i fondeve. Më seriozisht, nëse dyshimi im është i saktë, kjo mund ta implikojë Berishën në shkelje të mundshme të ligjeve për pastrimin e parave, sepse nga sa kam ndjeni, ai nuk ka deklaruar asete apo të ardhura që justifikojnë pagesën për shërbimet e Continental Strategy. Përveç shpalljes nga Departamenti i Shtetit, kam përvojë të drejtpërdrejtë në ekspozimin e skandaleve që më çojnë në përfundimin se Sali Berisha është thellësisht i korruptuar. Këto përfshin një përpjekje për transferuar në mënyrë mashtruese një nga asetet më të mëdha shtetërore të Shqipërisë tek një bashkëpunëtor i afërt i Berishës, duke përdorur një garanci financiare të falsifikuar për $100 milion, që gjoja ishte lëshuar nga një bankë amerikane. Një përpjekje për të mashtruar Departamentin Amerikan të Mbrojtjes në një marrëveshje armësh prej $300 milion që u mbikëqir nga Berisha dhe Fatmir Mediu, i cili shërbente si ministri i mbrojtjes të qeverinë Berisha. Një tjetër artikull i bashkangjitur më poshtë është publikuar së fundmi në Shqipëri dhe përshkruar në detaje për masat e supozuara të korrupsionit dhe abuzime financiare të Berishës. Në opinionin tim, shpallja nga Departamenti i Shtetit është plotësisht e justifikuar. Duhet jeni gjithashtu ndjeni se ish presidenti Ilir Meta, një aleat i ngushtë politik i Berishës, u akuzua disa ditë më parë nga prokuria e posaçme e Shqipërisë PAK për pastrim parash, pjesërisht në lidhje me pagesat e pajustifikuara prej $460.000 ndaj lobistëve në Washington. Një artikull për akt akuzën ndaj Metës është bashkangjitur më poshtë. Shpresoj që të gjithë marrëdhëniet tuaja me figurat politike shqiptare të jenë plotësisht transparente dhe në përputhje me ligjet federale. Por çfarëdo që të ndodh, tani nuk mund të thoni se nuk e dinit. Me respekt, Geri Kokalari, Albania for Democratic Albania.